Rrezikohet konsensusi për vettingun, opozita shkon me amendamentet e saj në mbledhjen e komisionit, nesër konferenca e kryetarëve cakton datën e seancës. Ekspertët pro pagave të larta për njerëzit e drejtësisë, përfitimet ekonomike më të mëdha se kostot në buxhet, duhet të reduktohen investimet ose të rriten taksat. Policia identifikon shënjestrën e atentatit të dështuar pranë një shparku të autobusëve, 34 vjeçari nga Tepelena i akuzuar më parë bashkë me të atin për prostitucion. Autoriteti rrugor sqaron tenderin e mirëmbajtjes së tunelit të Kalimashit, nuk mund ta lëmë pas supervizor, kontrata ndërpritet me hyrje në fuqi të koncesionit. Presidenti turk Erdogan nuk e ndal hakmarrjen për tentativën e grushtit të shtetit, ndëshkimi prek edhe diplomacinë, Ministria e Jashtme tërheq 300 punonjës. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 19 këtu në Vision Plus. Konsensusi për miratimin e vettingut është në rrezik, ndërsa Komisioni i Reformës do të mblidhet të martën, opozita do të shkojë me amendamentet e saj. Demokratët e konsiderojnë të papranueshëm draftin e rishikuar që u është vënë në dispozicion anëtarëve të komisionit nga ekspertët e Euralius dhe Obdat. Nuk dihet nëse mazhoranca do të këmbgul për arritjen e kompromisit apo do ta kalojë ligjin me 84 vota. Paraditën e së martës, Komisioni i Reformës në Drejtësi do të mblidhet për të shqyrtuar e miratuar projekt ligjin e vettingut, por tashmë është e qartë se kompromisi është shumë larg. Anëtarët e Komisionit të Reformës në Drejtësi kanë marrë draftin e vettingut të rishikuar nga ekspertët e Euralius dhe Obdat, ku reflektimi i opinionit të Partisë Demokratike ka qenë minimal, pa prekur thelbin e projekt ligjit. Ashtu si në letrën zyrtare që misioni Euralius i tunisi anëtarëve të komisionit, 4 parimet e procesit vettingut kanë qëndruar të paprekshme. E para që nuk mund të ekzistojë një afat kohor ose një kalendar për secilin rast individual. E dyta që procesi rivlerësimi do të përdorë informacionin, dosjet dhe strukturat administrative ekzistuese në mënyrë të veçantë i LDKPI-n. E treta që roli i misionit ndërkombëtar monitorues nuk mund të reduktohet dhe e fundit që bashkëpunëtorët e drejtësisë konsiderohen një mjet i rëndësishëm për të hyrë në praktikat korruptive. Por opozita ka bërë të qartë edhe nëpërmjet një dokumenti me 55 faqe se projekt ligji i vettingut në këtë formë është i papranueshëm. Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se ashtu siç u vendos në mbledhjen e javës së kaluar të komisionit, opozita priti që drafti të rishkruhej nga ekspertët ndërkombëtar në bashkëpunim me ata të Partisë Demokratike. Por në mungesë të këtij bashkëpunimi, juristët e opozitës kanë punuar të vetëm e i kanë bërë gati tashmë amendamentet për projekt ligjin e vettingut, bazuar edhe mbi dokumentin hartuar më herët nga Partia Demokratike, i cili saktësonte se roli i OMN dhe bashkuesve ndërkombëtar të jetë në përputhje me nenin B dhe pikën 7 të nenit C të amendamenteve kushtetuese që i koncepton ato si rojtar. Roli aktiv dhe përcaktues që kanë organet kontrolluara apo nënvarësinë e pushtetit ekzekutiv pas sjell kontroll tërësor të kryeministrit në të paktën 2 nga 3 komponentët e procesit të rivlerësimit. Kështu paraditën e së martës në mbledhjen e Komisionit të Reformës do të ketë 2 drafte. I pari i shkruar nga ekspertët e Euralius dhe Obdat, që kanë mbështetjen e mazhorancës, dhe drafti i shkruar nga ekspertët e opozitës. E nëse mbajmë parasysh parimet mbi të cilat qëndron secila palë, kompromisi për vettingun duket i pamundur. Ajo që mbetet për tu parë është nëse koalicioni i qeverisës do të tentojë konsensusi për ndryshimet kushtetuese, apo do të përdorë për herë të parë në reformën në drejtësi votën e 84 deputetëve të tij. Ekspertët janë pro pagave të larta për njerëzit e drejtësisë, të propozuara nga ekspertët ndërkombëtar. Drejtori i Qendrës së Kërkimeve Ekonomike Zef Preçi thotë se përfitimet në të ardhmen nga reformimi i sistemit do të jenë më të mëdha se sa kostot në buxhet. Nga ana tjetër, Mateo Spaho pranon se fillimisht do të jetë e dhimbshme dhe se duhet reduktohen shpenzimet për rrugët, shëndetësinë e arsimin, ose në të kundërt të rriten taksat. Pagat e larta për gjykatësit dhe prokurorët që do të dalin nga reformimi i sistemit të drejtësisë shihen si dinjitoze nga ekspertët e ekonomisë, edhe pse ata pranojnë se nuk ka një lidhje shkak-pasojë, niveli pagës me luftën kundër korrupsionit, argumentojnë se përzgjedhja e tyre dhe integriteti personal duhet të nënkuptojë dhe një shpërblim të mirë për të bërë një jetë të denjë dhe pa probleme ekonomike. Të kesh pagat të ulta apo të kesh pagat të larta nuk është automatikisht e mundshme që për këtë arsye të kesh korrupsion më të lartë me pagat e ulta dhe korrupsion më të ulët me pagat e larta. Krijimi i këtyre premisave
kërkon domosdoshmërisht, kërkon në mënyrë strikte që të ketë produkt shoqëror. Vërtet marrin risk për ndëshkimin e krimit, korrupsionit, krimit organizuar e tjerë, por në të njëjtën kohë, domethënë, janë të garantuar sa i takon nevoja minimale jetësore. Ngjarritje e pagave e ndarë dhe e palidhur me një përforcim të elementit të kontrolleve nuk do të kishte efekte në përmirësimin e situatës dhënies së gjykimit në Shqipëri. Në krau tjetër, duhet të themi që pagat e larta në vetvete nuk janë një problematik, përkundrazi, dhe në Shqipëri ekzistojnë edhe në role publike paga relativisht të larta, do të kujtoja Bankën e Shqipërisë. Për drejtorin e Qendrës për Kërkime Ekonomike Zef Preçen, vlera që do t'i sjellë ekonomisë sistemi i ri do të jetë më e madhe se shpenzimet që do të paguajë buxheti për ta. Zgjidhja në mënyrë të shpejtë e çështjeve të pronësisë apo sekuestrimi pasurive të krimit të organizuar janë një dobi më e madhe për qytetarët shqiptar. Kjo është e justifikueshme nëse vërtet do të ketë një produkt të dobishëm shoqëror, do thotë që do të ketë funksionim më të mirë të sistemit, qoftë se takon bazueshmërisë ligjore, qoftë se takon kohës dhe mbi gjitha kursimit të atyre shumave që edhe sot shpenzohen, por që shkojnë në xhepat e një pjese të trupit gjyqësor dhe pjesës politike të lidhur me të. Por kjo do të jetë e dhimbshme për vitet e para. Ekspertët thonë se buxheti duhet të heqë disa shpenzime për investime në rrugë, arsim apo shëndetësi që të gjejë këto para, ose përndryshe duhet të detyrohet të rrisë taksat. Shteti shqiptar të detyrohej që për ta përmbushur këtë deficit ose të ulë shpenzimet në një krah tjetër, për shembull në arsim, në shëndetësi e kështu me radhë, ose të rrisi edhe një herë taksat. Pra sistemi i drejtësisë, një drejtësi e mirë kushton për të funksionuar. Përmbysja e sistemit të hierarkisë në paga nuk po ndodh për herë të parë në Shqipëri, thonë ekspertët. Pagën më të lartë se presidenti i Republikës e ka edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë apo drejtuesit e korporatave shtetërore, por kjo do të kërkojë dhe një rregullim në ligjin e buxhetit. Sa i përket pensioneve, ekonomistët bien dakord që të jenë në nivel të përafërt me rrogën e tyre. Kandidati opozitës për Bashkinë e Dibrës, Sherefedin Shehu, bashkëbisedoi me banorët të dy fshatrave, të cilëve u premtoi dyfishimin e investimeve në bujqësi e blegtori, ndërsa rivalit i në garën për kryetar, Muharrem Rama, u takua me të rinjtë e Peshkopis, të cilëve u kërkoi votën. Kandidati i Partisë Demokratike për kryetar të Bashkisë së Dibrës, Sherefedin Shehu, e ka ndalur turin e tij të bashkëbisedimit në fshatrat Kastriot dhe Brest. Teksa u njoh nga afër me shqetësimet e banorëve, Shehu theksoi se prioritet do të jetë dyfishimi i subvencioneve në bujqësi e blegtori. Kjo qeverisje e keqe e ka çuar vendin në një moment shumë të vështirë. Këtu tek ne dhe sidomos në Dibër, sidomos tek rinia, ka humbur shpresa. Ato 2 lek që do kemi, duke mbumu kryetar bashkie, do dim t'i përdorim më mirë. Unë do të filloj me projektet e vogla. Do të filloj në Dovolan. Aty s'është as 1 kilometër rruga për ta çuar në fshat me asfalt. Ndërkohë, kandidati i së-majtës, Muharrem Rama, zhvilloi një takim me të rinjtë e qytetit të Peshkopis, të cilët i ftoi të votojnë me dinjitet dhe parën pre provokimeve. Unë kërkoj nga ju që të votoni të lirë, të votoni me dinjitet, të votoni në mënyrë demokratike, që mos të bini prej asnjë provokimi nga kampi kundërshtar, se ta po imtjen humjen e thellë. Me fitoren e bashkisë do t'u ftoj gjithë, do ulemi të bisedojmë për hallet, për problemet e Dibrës, se ju jepni mendime tepër të vyera për zhvillimin e Dibrës. Deklaratat e kandidatit Muharrem Rama vijnë një ditë pasi opozita akuzoi Partinë Socialiste se po blen votat dhe se po kërcënon mësuesit me largim nga puna. Policia ka mundur të identifikojë shënjestrën e atentatit të dështuar që ndodhi një ditë më parë në një lokal pranish parkut të autobusëve në Tiranë. Ai është një njerëz nga Tepelena dhe ka qenë akuzuar më parë së bashku me tatin për trafik prostitucioni. 34 vjeçari Nelgert Pata, që u bë shënjestër e një atentati pas ditën e djeshme, është i njohur për drejtësinë, pasi në vitin 2008 ai është gjykuar në një proces së bashku me babain e tij për shfrytëzim prostitucioni. Kjo është dhe pista kryesore e policisë lidhur me atentatin në rrugën e Kavajës. Burime pranë prokurorisë thanë se Pata u denoncua nga një vajzë nga Tepelena, por me banim në Gjermani, e që kishte njohur babain e Nelgertit, Astrid Patën. Sipas saj, në vitin 2004 ajo ishte njohur me Astrid Patën në lokalin e të vëllait të tij në Tepelen, ku vajza punonte si kamariere. Më pas Astrid Pata i kishte kërkuar të shkonin së bashku për pushime në Greqi. Duke e mashtruar, ai e kishte dërguar vajzën me dokumente false në Norvegji,
ku e kishte pritur djali i tij Nel Gerti, i cili e shfrytëzoi për prostitucion. Ndërkohë babe birë akuzohen dhe për disa raste të tjera të shfrytëzimit të prostitucionit, ndërsa u arrestuan në prill të vitit 2006. Një ditë më parë policia shoqëroi 2 persona nga Kosova të dyshuar si të përfshirë në ngjarje, por ato kanë mohuar autorsinë. Gjykata e Dibrës la në burg babain që 3 ditë më parë përdunoi të bijën 15 vjeçare. Gjatë saktimit të masës së arrestit, Guri përgjegji mohoi akuzën. Seanca u zhvillua me dyert të mbyllura dhe zgjati për rreth 40 minuta, ku përgjegji hodhi poshtë çdo pretendim se kishte përdunuar vajzën duke e cilësuar një sajes të sajin dhe gruas, pasi duan ta shohin atë në burg. Vajza së bashku me xhaxhain dhe njerkën bën kallëzimin në polici, ndërsa ekspertiza mjekoligjore faktoi se e reja ishte përdunuar. Ulen me 9.000 lek pagat e 2.000 punonjësve të policisë të shtetit, sindikata patit Ministrinë e Brendshme në gjykatën administrative është shkelur kodi i punës. Autoriteti rrugor deklaron se ka qenë i detyruar të kërkojë hapjen e tenderit për tunelin e Kalimashit. Drejtori i standardeve Spartak Tarka thot për Vision Plus se tuneli nuk mund të lihej pa supervizor derisa të fillojë koncensioni për mirëmbajtjen e Durrës Kukës, por me hyrjen në fuqi të marrëveshjes, kontrata do të ndërpritet. Autoriteti rrugor sqaron se do të ndërpres kontratën me firmën që do të marrë mirëmbajtjen e tunelit të Kalimashit në momentin që do të hyjë në fuqi marrëveshja me kompaninë koncesionare të rrugës së Kombit, Vendeka Bilge. Drejtori i standardeve Spartak Tarka thotë se ende nuk kanë njoftim të saktë nga Ministria e Transporteve se kur do të ratifikohet koncencioni i rrugës së Kombit dhe për këtë arsye ata nuk mund të rrezikojnë të lënë pa mirëmbajtur tunelin në momentin që konsiderohet një vepër e rëndësisë së veçantë. Duke qenë se tuneli i Thirrës i mbaron afati kontratës së mirëmbajtjes në 2 shtator të këtij viti, atëherë autoriteti rrugor shqiptar mori masat që ta fusë në tenderim për së dyti në mënyrë që tuneli të mos ngelet pa mirëmbajtje. 3 ditë më parë, autoriteti rrugor depozitoi një kërkesë për të dhënë shërbimin e mirëmbajtjes së tunelit për 1 vit tek një kompani private, e cila do të shpërblehet me $1.6 milion. Por këtu ka një mbivendosje, pasi buxheti i shtetit duhet të paguajë 2 herë për të njëjtin shërbim. Nuk ka paradoks, është specifikuar në kushtet e kontratës që do të lidhet për mirëmbajtjen që në momentin që lidhet koncesionari, që do të marrë rrugën e Milot Morinë dhe mirëmbajtjen e tunelit, do të ketë ndërprerje të kësaj kontrate dhe do të fillojë me njëherë kontrata tjetër. Firma fituese e koncensionit të mirëmbajtjes së rrugës Durrës Kukës do të marrë që vitin e parë 5.6 milion euro subvencion nga shteti për të kryer investime, përveç tarifës 5 euro për çdo mjet që kalon aty. Ministria e Brendshme ka ulur rrogat për 2.000 punonjës të policisë së shtetit. Sindikata e kundërshton fort këtë vendim dhe i është drejtuar gjykatës administrative, duke paditur ministrinë për shkelje të kodit të punës. Rreth 2.000 punonjës policie të rolit bazë dhe me gradën kryeinspektor kanë pësuar një ulje në pagë me 9.000 lekë prej një prilli të këtij viti. Urdhri i ministrit të Brendshëm i vënë zbatim nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Haki Çako është kundërshtuar nga kryetari i shoqatës së punonjësve të policisë, Saadettin Fishta. Në një intervistë për Vision Plus, ai e konsideron vendimin të padrejtë, duke renditur në të njëjtën kohë edhe arsyet. Thamë, mas një viti, ato të gjithë kalojnë në gradë inspektor. Po këtu të ky urdhër nuk përmendet ulja në pagë, përmendet vetëm suprimimi i gradës. Sepse paga është detyrim që ka qeveria në bazë të nenit 61, që duhet kishte dalë vendimi i qeverisë për njësimin e funksionit me gradë që në 1 mars 2015. Dhe kjo rregullon dhe jep atribute edhe ministrit edhe drejtorit që nxjerrin urdhra dhe udhëzime për zbatimin e vendimit. Fakti që sot, që ne po intervistohen, mungon ky vendim qeverie, të thotë që sot çdo urdhër i drejtorit apo i ministrit qoftë për uljen pagë është i paligjshëm. Kreu i shoqatës ka rezerva për mospagimin e orëve shtesë të punonjësve, por më e rënda sipas Fishtës është blerja uniformës nga vetë punonjësit e policisë. Pjesë e mirë e këtyre uniformave të damtohen para mbushjes së afateve që përdorimit nga punonjësit e policisë. Dhe duke u damtuar para afateve, punonjësit e policisë nuk kanë mundësi të marrin të jepet uniformë tjetër, sepse dihet që ata janë në vlerë legut dhe shteti ka përcaktuar limitet e veta për këto uniforme. Për të gjitha këto shqetësime, sindikata i është drejtuar gjykatës administrative, duke hedhur në gjyq Ministrinë e Brendshme
për shkelje të kodit të punës. Ndërkohë, e kontaktuar nga Vision Plus, policia thotë se me ndryshimin e ligjit për policinë e shtetit nuk ka më grada kryeinspektor, por edhe me këtë ndryshim të gjithë punojësit që preken do të marrin për 3 vitet e ardhshme rrogën e njëjtë me gradën e mëparshme. Një zjarr i rënë në Mirdit ka sjellë dëme të konsiderueshme në fondin pyjor të fshatit Kulaxhi në njësinë administrative të Oroshit. Për shkak të terrenit malor ka pasur vështirësi të madhe të ndërhyrjes së mjeteve zjarrfikse, ndërsa prefektura e Lezhës kërkoi ndihmën e Ministrisë së Mbrojtjes për ndërhyrje nga ajri. Alarmi i dhënë nga pushteti vendor për flakët që përhapeshin me shpejtësi bëri të mundur shtimin e forcave në operacion, jo vetëm të Mirditës, por edhe të Kurbinit, Lezhës si edhe të forcave të ushtrisë. Zjarri është përhapur me shpejtësi ndihmuar edhe nga flakët, edhe nga era. Të dhënat paraprake flasin për 3 hektar të shkrumbuar, kryesisht masif pishash. Ndërhyrja nga ajri ka vazhduar për orë të tëra, ndërsa flakët janë vënë nën kontroll në orët e para të këtij mëngjesi. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të nisë hetimet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pas skandalit të landfillit të Sharrës. Deputetja Albana Vokshi tha se 50 fëmijë nën moshën 10 vjeç shfrytëzoheshin për punë. Në landfillin e Sharrës, administruar nga Bashkia e Tiranës dhe firma Trero, shfrytëzoheshin rreth 50 fëmijë, madje edhe të moshës 10 vjeç. Ky shfrytëzim do të vazhdonte edhe sot e kësaj dite, nëse nuk do të humbte jetën Arditi 17 vjeç që punonte në këtë landfill në turnin e 3. Në cilësinë e kryetares së Komisionit Parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, i bëj thirrje prokurorisë të të thellojë hetimet për këtë krim shtetëror, për të cilin tashmë kanë edhe një provë të pakundërshtueshme, një investigim mediatik. Bashkia e Tiranës ka rikonstruktuar kopshtin numër 25, kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh sigurt se premtimi do të mbahet edhe për përfundimin e kohë të punimeve në 9 institucionet e tjera publike. Një tjetër kopësht në kryeqytet do të pres 120 fëmijë këtë shtator me kushte dhe standarde më të mira. Kopshti numër 25 në njësim 5 ka përfunduar rikonstruksionin. Fëmijët imitojnë të rriturit. Do të thotë që nëse ne punojmë, nëse merremi me gjëra konkrete, atëherë do kemi fëmijë që do na imitojnë. Kështu që unë besoj që sot kemi ndërtuar një model që ja vlen të imitohet. Mëtej kreu i Bashkisë të Tiranës garantoi se ashtu siç është premtuar, në javët në vazhdim do të mbyllet edhe rikonstruksioni i 9 kopsheve të tjera të Tiranës. Ky është kopshi 14, kemi edhe 9 tjera, edhe besoj që në shtator kur fëmijët të jenë kthyer nga pushimet, do jetë një mundësi fantastike për t'i gjetur gjitha këto hapësira shumë herë më të mira se që lanë përpara se të shkonin me pushime. Veliaj theksoi se përmirësimi i shërbimit që ofrohet në këto kopshte ka rritur kërkesat e prindërve për të çuar fëmijët e tyre në institucionet publike. Krerët e vetvendosjes janë pajisur me pasaport shqiptare me procedurë të përshpejtuar. Lajmin e konfirmon zëdhënësi i vetvendosjes Frashër Krasniqi për mediat vendase, i cili ka thënë se drejtuesit e lëvizjes e morën në shtetësinë me dekret nga presidenti Nishani. Pasaportën e kanë përfituar kryetari Visar Ymeri, si edhe deputetët Albin Kurti, Glauk Konjufca, Aida Dërguti dhe sekretari i vetvendosjes Dardan Molliqaj. Disa muaj më parë, autoritetet e Kosovës larguan 2 aktivistë me shtetësi shqiptare të lëvizjes vetvendosje, duke i dënuar këta të. Pas suksesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, artisti Alkan Nalbani sjell në Tiranë ekspozitën Eksploratorët. 90 vepra transportit të cilave ka pasur kosto të madhe ekspozohen për publikun shqiptar në Galerinë e Arteve. Nis me vizatime në grafik, vijon me telajo ku tema e ikjes është e dukshme dhe përfundon në abstraksion. Ky është rrugtimi artistik i Alkan Albanit, një artisti shqiptar që nga bankat e Universitetit të Arteve do të përfundonte në fillimin e viteve 90 në rrugët e Italisë, në një trotuar duke realizuar portrete. Sot konsiderohet si shqiptari që shet më shumë grafik dhe telajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vitet e vështira të Italisë më kanë dhënë një shtytje të mirë, do të thotë, më kanë qartësuar për vështirësitë e gjithë procesit të qenit artist, gjithë procesit për të qenë piktor në këto kora,
Pastaj, Amerika është vend i madh, ka mundësi të pafundme. Për ekspozita eksploratorët, rrëfen jo vetëm rrugtimin e stilit të artistit, por edhe një grafik të veçantë. Alkan Albani është i njohur edhe për letrën që përdor. Më pëlqen diçka që është e jetuar, ka një eksperiencë, ka një histori. Shumë gjëra janë aty, në atë copën e vjetër të letrës, të shkëputur nga i libri i vjetër, ose nga ato paretet e mureve, letrës e pareteve të mure që e ke gjetur në një vend që se kishe menduar më përpara. Edhe pse me një kosto të madhe transporti nga Amerika, artisti rrëfen se kjo ekspozit do duhet të vinte e plot me 90 vepra. Ta erojnë që kisha humbur, edhe i rigjeta në ecurim time në jetë, edhe në eksplorimin tim në jetë. Ka vendosur që një dhuratë vogël t'ia bëj Galerisë së Arteve, që së paku artin e tij ta shijojmë edhe kur ai të jetë përtej oqeanit, por deri atëherë Alkan Albani ju fton ta vizitoni në galeri. Rrezikohet konsensusi për vetingun, opozita shkon me amendamentet e saj në mbledhjen e komisionit, nesër konferenca e kryetarëve cakton datën e seancës. Ekspertët pro pagave të larta për njerëzit e drejtësisë, përfitimet ekonomike më të mëdha se kostot në buxhet, duhet reduktohen investimet ose të rriten taksat. Policia identifikon shënjestrën e atentatit të dështuar pranë shparkut autobusëve, 34 vjeçari nga Tepelena i akuzuar më parë bashkë me tatin për prostitucion. Autoriteti rrugor sqaron tenderin e mirëmbajtjes së tunelit të Kalimashit, nuk mund ta lëm pas supervizor, kontrata ndërpritet me hyrje në fuqi të koncesionit. Lajmet tona përfundojnë këtu, shikues të nderuar, por për më shumë informacion në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv ose mund të informoheni nëpërmjet rrjetit social Facebook. Ndajemi këtu së bashku, faleminderit për vëmendjen.